dhe a ju ka ndodhur, nëse ju ka ndodhur, me ata persona që i shkelin reguloren? Pra se ju keni regula strikte. Pa tjetër. Pra në njëri, për shembull që vdes për alkoolin, do që ose e gjen një mundësi për ta pirë një glënk. Kjo është arsyeja pse në program mund të kenë hyrë aktualisht, domethënë në këto 6 vitet ekzistencës së programit, mund të kenë hyrë mbi 300 individ, edhe kanë marrë shërbim për disa muaj. Kemi pas individ të cilët duke jetuar në fshat, si edhe pak nota humori, ishin duke ngrënë një vakt dreke, edhe pa tjetër që në fshat në verë do kesh edhe një gjikalla, po do kesh edhe zërat e pulave, gjelave dhe kështu. Edhe individi të më thënë në një moment tha, po mirë tha, jetohet tha me kaj shumë zëra gjelash? Jo, i thash në fakt nuk jetohet. Me pak humor, a i lë lugën aty, me robat, dhe thot lutem përgati dokumenta, tha se unë do dalë. Edhe e bëri. Kurse një tjetër lexon manualin, ne kemi të shkruajtur manualin, e quajmë manuali studentit. Pra, nuk i kemi vetëm të folura për bashkësinë që ne ndajmë me një tjetrin, sepse jetojmë aty në komunitet, por kemi të shkruajtur dhe në një nga pikat është shkruajtur që nëse individi kërkon dhe ka nevojë për trajtim mjekësor afatgjatë, që mund të jetë rregullimi i dhëmbëve dhe çdo gjë tjetër, atëherë ai duhet të shkëputet dhe të rikthehet në program pasi të ketë mbaruar këto shërbime. E merr këtë pikë edhe vjen në zyrë dhe thot, drejtori thot, të lutem thot, unë thot nuk mund të qëndroj në program. Po pse i thashun nuk mund të qëndroj? Ja tha, thot kjo pika këtu. Çfarë thot i thashun? Thot që nëse ka nevojë për trajtim afatgjatë mjekësor për dhëmbët, individi duhet largohet, kështu që ju duhet më largoni mua, tha tani. Pra donte të largohesh dhe me një arsye, me stil. Faktikisht drejtori trajtoj me sens humori këtë gjë, por nëse dhe tani do flasim ne për shkak të punës që neve bëjmë në të përditshmen, ku neve hyjmë me këta individ, e kam fjalën kur hyjmë në marrëdhënie, dhe fillojmë pak nga pak, edhe ditë pas dite, marrim atë kasmën e vogël dhe fillojmë edhe hapim atë malin e madh që këta individ kanë brenda tyre. Shohim që ka shumë komponent aty. Dhe hera herës neve harrojmë, zhveshim atë petkun e profesionistit, edhe krijojmë atë empatinë që është dhe domosdoshme, por ndonjëherë është dhe... Po si arrini ta menaxhoni këtë mungesën e bashkëpunimit? Pra, ai s'do, tani çfarë do t'i bësh? Do ta mbash me zor? Jo, siç e thash pak më herët, jo për t'ju kundërshtuar, por për të dhënë një shembull praktik, programi ynë është me faza. Domethënë, nëse neve vlerësojmë ose shohim tek individi dëshirën fillimisht që ai të arrijë të arredohet, të ambientohet, në një farë mënyrë të stratifikohet me qendrën me rregullat, jemi të sigurt që ky individ ja del mban më pas, sepse ky fillon edhe krijon lidhje, krijon rrënjë, krijon edhe mundësi brenda vetes për të njohur më shumë, për të parë më shumë, sepse ai po flasim për individ tani që kanë dëshirën, që e thash në krye të herës, për të ndryshuar, edhe shikon dhe modele të suksesshme, shikon student para vetes, që kanë po e zëm 1 muaj, apo kanë disa muaj, apo kanë 10 muaj, apo që tashmë shërbejnë bashkë me ne si staf, që ja kanë dalë, kanë kaluar në të njëjtën furrë, si thot një kolegu ynë, domethënë, dhe e sheh këtë ndryshim brenda vetes. Edhe normalisht që tashmë nga dëshira thjesht për të lënë disa vese, dëshira për të bërë një individ i këtill. Unë dua të bëhem si ky individ, thot. Edhe mbi këtë gjë neve punojmë. Dhe vetëm pa diskutim, një nga elementet bazë të programit është dashuria. Domethënë, në mbledhjet që ne bëjmë si staf, secilit i themi mund të kesh kualifikimet nga më të ndryshmet, mund të kesh trajnime nga më të ndryshme, por nëse të mungon elementi bazë që është dashuria, që ti duash ta individ, atëherë ti nuk mund të kualifikohesh për të punuar në Teen Challenge. Kështu që një nga elementet bazë që individët qëndrojnë në program është sepse të gjithë ne i duam ata. Dhe i duam